Si shërohet magjia apo mësyshi? Atëherë magjia dhe mësyshi shërohet duke ju lutë vetëm Allahut lartësuar për shërim, sepse Zoti i gjithësisë është ai që shëron. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa idha maridtu fa huwa yashfin", dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Besimtarja duhet ta di që kurthi i shejtanit është i dobët. Inna kejde shejtani kana dhaifa. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, me të vërtet, dinakria e djallit është e dobët. Duhet që ne të kemi besim të madh tek Zoti i gjithësisë. Magjia, mësyshi, pra është si puna e gripit që kalon. Allahu i lartësuar është ai që na ruan. Zoti i gjithësisë është ai që na mbron. Allahu i lartësuar është ai që na shëron. Me ju lut me sinqeritet Allahut lartësuar, me i lexu vetes vazhdimisht Kur'an, sepse Kur'ani është shërim. Lexoj vetes surën Fatiha, vazhdimisht lexoje. Lexoje ajetin Kursi. Lexoj 3 suret e fundit të Kur'anit dhe lutë Allahun e lartësuar se Zoti i gjithësisë është ai që na shëron.